Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum ka thënë se vendi i saj nuk do të vendosë tarifa ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Akti që Meksika dhe Kanadaja ishin lënë jashtë listës së vendeve që do përballën me tarifat e reja nga Washingtoni, sipas saj, është diçka pozitive për vendin dhe një dëshmi e marrëdhënieve të forta dypalshe. Megjithatë, shumë në Meksik janë të pasigurt nëse industria e saj e rëndësishme e prodhimit të makinave do të preket nga ky vendim apo do të përjashtohet sipas rregullave të marrëveshjes rajonale të tregtisë së lirë. Ministri i Financave të Meksikës Marcelo Ebrard ka thënë se shumica dërmuese e industrisë automobilistike në Meksik, 84%, sipas tij, përputhen me rregullat e USMCA-s dhe për këtë arsye duhet të shmang taksen për 25% të vendosur nga SBA-ja për makinat e prodhuara jashtë vendit. Meksika aktualisht dërgon në SBA makina me vlerë $200 miliardë çdo vit, që përbën rreth 40% të eksporteve të saj totale. Gjithashtu, ajo është furnizuesja kryesore pjesëve të makinës për SBA.